Ju kërkoj ndjes dashur miq, gjëra që ndodhin në televizion i ri, prandaj dhe lart kemi shkuar të prova teknike, prandaj respektojini, gjithsesi ne do marrim rrugë dhe do jemi më mirë. Rrethëtër gjithsesi në këto momente mos jelim pa informacion, përderisa një det me info në Pick About nuk është gati, do kalojmë të shikojmë se ç'ndodh në newsroom. Ndjekim. Newsroom për të qanje jemi, do me thanë. Kalimera për të shanë, kalimera. Ua, pa kush është kjo kalimera më Jorgo? A pe je fejuar me ndonjë greke? Nuk e kuptove ti. Kalimera do me thënë në gjuhën greke, mirë më jesi. Kuptova, Jorgo, si puna buona serës do me thënë, e kuptova unë, Jorgo. Shiko, sa herë që flasim bashkë më ngatro me korespondentin e Selanikut. Unë nuk jam, Jorgo është ai Selanikut, kupton? Po gjo, Jorgo, që kemi ndonjë lajmë, mirë do me thënë. Me shëndet, ashtu. Mirë, shumë mirë. Shiko, kemi një lajmë sot shumë të freskët fare. Sot për herë të parë në historinë e migracionit shqiptar, 25 shteta shqiptar do marrin pasaportat greke, kupton? O pse më lajmë është këj, ma? Jo, e duaj lajmë kështu me bomba, unë sa shumë ka thënë shefi, me bomba. Zhogu, shiko, po edhe kjo bomba që është një fillim i ri në marrëdhëniet tona. Kush, unë me ty, Jorgo? Jo, unë me ty, ta shi po deshe edhe unë me ty, po Shqipëria me Greqin, kupton? Pa jo, Jorgo, gjërat e mira nuk përbën lajmë, o zosa s'mer vesh nga gazetaria kymi. Gjo, unë i dua këshu me bomba, me banda, nga ato lajme. E do me banda këshu, e do me banda ti, po s'ka ndodhur gjë këtu në athi, shiko, kam një lajmë që më ka ngellur nga partje. Da jap, të bëm pun, është me polici me banda këshu, vidhet një bank për shembull. Fantastike, këshu e dua, me brand, me shumë, me more vesh. A si gjë s'mora vesh, po hajde, po ta them. Shiko, vidhet një band në pikë të Shabaut, mu në mes të Athinës. Bravo, banka në mes të Athinës, bravo, kështu i dua vazhdo, ha? Shumë mirë, atëre policia arrestoi autorët që ishin 2 pakistaneze dhe 1 iraken, kupton? Si thamo? 2 irakene dhe 1 pakistaneze nga trova. Po pse më nuk ishin shqiptarë këto? Po pse do vjedhin shqiptarë, shqiptarët janë bosha këtu në Athinë, qa fleti. Jorgo, unë i dua lajmet kështu me emigrantët, me ato Jorgot e tjerë, me ato të shkretot. E shkrete, po si t'ja bëjmë që shqiptarët janë më të shkret në Athinë? Si t'ja bëjmë? Shqiptarët janë të gjithë mere me biznes, ka shuflaqari, dyqanari, ka pizzari, e kanë kapur veten, kupton? Pa nuk më duhet kush ka kapur veten, më Jorgo, unë duhet të di ka kapur policia, do me thënë. E qa me gje, ku të gje? Shiko, kam një lajmë që më kam betur nga java tjetër, po e kam ruajtur të freskët, ta jap. Shumë mirë, shiko këtu, është me polici, të bëm punë me dhunë, mu në mes të shpis. Po, fantastike, Jorgo, kështu, dhuna në shtëpi, brenda Greqis, fantastike, vazhdo, ha? Shumë mirë, shgruaj, atere, një grek ka raur gruan e ti filipineze, me ripin e pantalonave, se nuk i kishte gatuar zaciq për drek. Sa bukur qesh, kur të ta shof njerë fytyrë më qafsh? O, Jorgo, po nuk ishe shqiptar këto, ma? Qa shqiptari, po qëpu, pse re shqiptari gruan për një zaciq. Shqiptari shumë mund të araj gruan për atë që e sjell zaciqin, kupton? A, Jorgo, e di që e kemi newsroomin bosh neve, ti më talësh mua ndaj, do me thënë. Dua gjerë për këshu me newsroomin, mora vesh, ma? Jo, s'mora vesh fare, që s'ja më thua, rumi, qa rumi thua, moj? Newsroomin pra dhoma, ku mbahen lajme, të zotë sa palë që është këmi, s'pre vesh fare. Zhogu, me mu e kishe? Mua me the, palun, ju bëni pall atje në dhomë të lajmeve, më krifni leshin gjithë ditën, edhe neve mbledhim lajmi me kova në për Greqi, edhe ti s'ma pranon.
Jorgo, dua lajme me bomba, me vjedhje, me vrasje, me kështu gjëra si dua lajme ton. A i Ku ti tani? gjej, moj, ku ti gjej me të, hajde sto djala, apo ti.